Gjerdan Shaqiri, ky është një bast i fortë. He's coming home, po kur? O kismet shohim. Silvinio ktheu se bëm shaka. Po më lër ta them që sot Portugalia do jetë finalistja e botrorit. Brazili. Një kalendar të ngjeshur shtator duhet përgatitet Maran. Nuk ka më vend për justifikim. Ndeshja rradhës duhet të jetë decisive për Maran. Përshëndetje miq, mirë se vini në episodin e dytë të Offside. Përshëndetje, mirë se vini. Sot do të diskutojmë rreth dy ndeshjeve të kombëtares, dy humbje që na dhëmbin shumë, por gjithashtu edhe për kampionatin më të bukur në botë, Kupën e Botës. Edhe pak orë larg jemi, po para se të kalojmë te kampionati botëror, sfidat e kombëtares ishin jashtëpritshmërive apo jo? Të them drejtën, jo jashtëpritshmërive, po ishin dy ndeshjet më zhgënjyese që un kam parë të kombëtares deri më sot. Po shiko, se sfida përballë Izraelit, nuk mendoj se duhet ta shohim në atë gjykim katastrofal, që thuam të tmerrshmet. Me Izraelin bëmi ndeshje jo të keqe, problemi te ne qëndron te fakti se nuk shënjestruam dot portën. Tentuam 10 herë, po pa gjetur kuadratin. Atëherë, ku qëndron problemi? Qëndron te taktikat e trajnerit apo te kualitetet që kemi ne? Problemi qëndron në të dy faktet që ti po vën dukje, po gjithashtu nuk duhet ta gjykojmë tek sfida e parë pasi ishte shumë pak kohë që trajneri nifej me vetë lojtarët, edhe vetë lojtarët po ashtu edhe me vetë skemën e trajnerit. Pra kishim bënim me një situatë paksa kaotike. Ajo që nuk ka justifikim ishte sfida e dytë përballë Luksemburgut. Ishte një katastrofë e tmerrshme. Ai goli në minutën e 8 nga sulmuesi i Luksemburgut, nuk e di domethënë, edhe kur lum PlayStation më vëlla, nuk të ikën do të sulmuesi ashtu. Të iki Ramadanit, planës, të iki, le mos flasim për hysën pastaj që vetëm zgjati këmbën, bëri gjasma jam aty. Jo, këtu nuk bie dakord me ty, se nuk besoj se ishte më shumë faj hysajt në atë fragment se sa i bujar planës. Tani ty po t'jepet mundësia që të luash titular. Jam shumë dakord përballë një kundërshtari modest në letër, sepse në realitet e pam se si na mposhti. Problemi është bujar plana i cili duhet ta shfrytëzonte atë moment. Edhe më mirë, dhe jo që tentonte ta mbyllte me thjesht një rëshitje, ku aty o vlla dukej ai lojtari i Luksemburgut sikur ke përballë Ronaldon. A mendon? Jo Dardarin. A mendon që ishte edhe mungesë komunikimi në fushë nga mbrojtësit, se mund t'i thoshte Gjimshiti që jam unë këtu, mos ndërhy. Ato janë fragmente momenti, janë situata momentale të cilat edhe nuk të japin kohë që ti të paralajmërosh mbas së tjetrin, po e gjitha në tërësi si skuadër ishte paksa kaotike. Me thënë drejtën, unë nuk kuptova as logjikën e trajnerit në atë sfidë. Me thonë drejtën, të heshësh gjithë me sfushën, edhe të fusësh pres sulmues. Unë nuk e di, nuk mendoj që ne jemi Brazili i Peles që luante 4-2-4, se ne deri më dje, deri në ndeshjen e ndjeshme, ne kemi synuar të çarkullojmë topin, të mbajmë topin. Me vërtet me Silvinion nuk shënonim, ama nuk pësonim më vëlla. Saksia me Silvinion mund të them, pa egzagerim, mund të ishte diku te 70% e saksisë, diku te 70% e gjujtjeve ishin port. Ore, jam shumë dakord more se edhe vetë trajneri Maran tha që do bëj një ekip ofensiv të shtyr përpara. Po ti, duke ditur edhe kualitetin e lojtarëve, edhe lojtarët që ti ke grumbulluar, si Bajrami për shembull, që është një lojtar që me minuta inekzistente te klubi i tij Rangers, tani ti pretendon që lojtari i tillë, po ta marrë si shembull vetëm Bajrami, të shtyr përpara ekipi me 5 lojtarë, sepse i shihnim, sidomos në pjesën e parë, pjesa e pressingut shkonin 2 qendërsulmuesit dhe 3 suportuesit pas tyre. Ama Luksemburgu bënte që të dilte me 3 pasa dhe të vinte tek zona jon. Sepse janë lojtarë të cilët shkuan para, po nuk kanë fuqi që të kthehen mbrapa. Tani se ku është problemi këtu, nuk e di. A e kanë lojtarët, a e kanë skemat, sepse që të luash aty, ato duhet kuptojnë dhe diçka o zotëri. Sidomos Bajrami, se me ato nuk më dele keqja. Por nuk dele keqja tani se ty po t'jepet mundësia. Po luan titular. E vendosi në repart ofensiv. Nuk shfrytëzoi mundësinë, nuk kthehet mbrapa. Shumë dakord jam. Arber Hoxha po ashtu. Ka një defekt, nuk e di çfarë nuk shkon me atë. Tenton triblimet, ka të njëjtin modul gjithmonë, dhe gabimi më fatal që unë e shoh vazhdimisht te ky lojtar është që në moment kur i vjen topi nga mesfusha, ai rrin me shpinë nga kundërshtari. O vlla, si do e triblosh ti atë? Kur je me shpinë. Ti nuk e shikon se ku është, të markon në mënyrë direkte.
Unë mendoj që futbollistët tanë nuk e kuptojnë që duhet me lutë me shpirt më vëlla, me zemër, duhet me lutë për një uniform për kombëtarin ton, jo vetëm për të kriju emër, për të pas sukses personal. Ato duhet ta kuptojnë që po luajnë për kombëtarin shqiptare, po luajnë për miliona shqiptarë mbar botën. Nuk po luajnë vetëm për veten e vet. Duhet ta mendojnë këtë gjë kur futen në fushë. Duhet të japin pasion lojës, duhet luajnë me zemër, me shpirt, duhet të djersisin në radh parë. Dhe jo vetëm hajde shkojmë aty, të luajmë edhe të lejmë Luksemburgun sikur është duke bërë një shëtitje në park. Sepse është hera e parë mbas 97-s që ne posojmë 2 humbje radhëzi. Është hera e parë. Unë nuk e di ku është problemi. E kanë lojtarët apo e ka trajneri. Gjithsesi për trajnerin nuk mund të them shumë gjëra, se është vetëm ndeshja e dytë edhe s'kishte shumë kohë për të përgatitur, për një lojtarët. Ama këto lojtarë kanë qenë aty dhe me Silvinho në vëlla. Ku çton problemi? Jep maksimumin fush. Bëj maksimumin tënd. Pastaj se në fund ditës futbolli është futboll. Ne e dimë që një do fitoj dhe një do humb. Nuk është problemi te humbja. Problemi është se si humbosh. Tash s'mund të humbësh me Luksemburgun që supozohet që ne ta mundim, siç the edhe ti, poker 4-0. Që e mori era atë poker se ishte një ndeshje super e dështuar. Për ata lojtarë që ishin aty në fush, mua më vjen keq dhe realisht meriton respektin maksimal për luftën që bëjnë, japin maksimumin e tyre. Portieri Alian Sherri, i cili pak a shumë është në njëjtën situatë si Nedim Bajrami te klubi i tij, me minuta shumë të pakta, ama në moment kur ai vesh panellën e kombëtares, ai e tregon se e jep maksimumin e tij, lufton me mishë me shpirt që ato minuta ti shfrytëzoj në fushën e lojës. Në maksimum i shfrytëzon. Ishin 2 pritje vendimtare me Luksemburgun, që mund të ishin bërë turpi botës. Të vi Luksemburgu në Tiranë dhe të mposhti 3-0, sepse mundësit ishin goditje goxha të vështira, të cilat ai arriti që t'i shpëtonte. Edhe për Izraelin po e njëjta gjë. 3 pritje fantastike. Sidomos rasti i fundit i Andi Hadroj që e ktheu gabimisht tek sulmuesi i Izraelit. Aty Alen Sherri e tregoi që është se fanella që mbart në shtëpinë ti duhet mbrohet me shpirt, me mund, me djers, me qak. I dyti është edhe Qazim Laçi, i cili lufton, vrapon në çdo cep të fushës. Dakord, ja. Por lojtarë të tjerë, mos t'i hyjmë me emra tani, sepse nga fillimi deri në fund, njëri ishte më dështim se tjetri. Trajneri Maran tipo e mbron se s'kishte kohë. Minimalisht duhet ta kuptosh te klubet e tyre respektive ku luajnë këta lojtarë. Qa bëri zotëria? Vendos në të njëjtin krah Anis Mehmetin dhe Arber Hoxhën. Arber Hoxha me sfushor defensiv. Nuk e bën, sepse nuk është karakteristike e tij, është një winger avancues. Si mund ti vendosësh të dy të njëjtin krah? Kalon më pas me Luksemburgun me 4, pastaj me 5 sulmues. Tani unë nuk e kuptoj logjikën e tij se si e fut Taulan Seferin. E zëvendëson një mes fushor, që të luajë si mes fushor i djathtë. Dakord, ai tërhiqet, e ka treguar edhe me Silvinion që luan dhe në repartin defensiv, por nuk është një mes fushor i mirëfill që të ndihmonte Pajazitin mes fushë. Pajaziti, edhe ai për ato pak minuta, i shfrytëzoi mjaft mirë, bëri ç'mund, kishte në dorë. Po. E vetmja gjë që gjatë ndeshjes ishte për të ndarë Turkit, ishte goditja Aslanit. Që shkoi, e zuri portierin Bafasi dhe goditi traversën. Ishte një goditje e gozimshme nga ana Aslanit. Edhe goditja më të majtën nga Erzoni ishte shumë e bukur. Po, nuk i donti fati, ose i mungon saktësia, edhe mungesa e stërvitjes Mirfield, ku diun se ne shqiptarët kemi edhe një gjë, që sa të krijojmë çikemër, e lejmë stërvitjen pastaj se punon emri për ne. Është vërtet edhe kjo pjesë që nuk e di çfarë nuk shkon me lojtarët tanë që pas një far momenti bija i rendimenti i tyre, edhe Aslani është një shembull perfekt siç e thua. Megjithatë ka akoma që të përmirësoj përpara. Sërish ai problem që qëndron tek ne është mbrojtja. Po. Çalon shumë pjesa mbrojtjes. Ne duhet përgatitemi për zëvendësuesit e dyshës së famshme që kemi pasur për disa vitesh, Berat Gjimshiti dhe Arlinda Jeti dhe Ardian Ismaili. Po.
e provuan bujrar planën, Nuk ndez. Nuk ndez. Ndoshta emocionet, nuk e dim atë, po edhe emocionet ka diçka që nuk shkon se stadiumi siç e pam gjithë ishte thuajse i boshatisur. Ishte i boshatisur. Ktu është një tjetër problem me vetë kombëtaren. Dhe me vetë përjashtimin e tifozave kuqezi. Po. Cilët u rikthyen me Izraelin, u rikthyen për ta përkrahur kombëtaren, pas një mungese shumë të gjatë. Po. Dhe ky nuk është një problem vetëm për sfidën me Izraelin dhe Luksemburgun, është më i hershëm si problem. Dhe ata janë realisht shpirti i skuadrës që mbase dhe kjo u mungon vetë lojtarëve që nuk i kanë pasur të paktën me ndeshje me Luksemburgun, sepse me Izraelin, siç thash unë, me lojën nuk është se jam i pakënaqur. Ata ishin prezent. Por diçka që më bëri shumë përshtypje ishte fakti që sapo ndeshja përfundoi, ata u larguan nga stadiumi. Po si nuk doli më vlla një lojtar i kombëtarës, një stafit apo dhe vetë trajneri në fund të ditës, që ti thot pritni, mos ikni. Në humbje avon fitore, ne kemi nevojë për përkrahjen tuaj. Po, kjo është e vërtetë. Sepse stadiumi nuk është për show, nuk është për imazh, nuk është për marketing të mirëfillt. Stadiumi është për ata tifoz që në shihen rrebesh, larg apo afër, kudo që janë, e gjejnë mundësinë, e përkrahin kombëtaren, e ndjekin nga pas e suportojnë maksimalisht. Dhe një përjashtim i tillë është shumë i dëmshëm për gjithë kombin dhe për gjithë kombëtaren në çdo sfidë që ka, në çdo miqësore, në çdo kualifikuese, në çdo hap të saj. Kjo është shumë e vërtetë. Megjithatë, duhet shohim edhe përpara ndeshjet që kemi në Ligën e Kombeve në shtator. Po, kemi një kalendar të ngjeshur në shtator, duhet përgatitet më radh. Nuk ka më vend për justifikim. Unë mendoj që ndeshja e radhës duhet të jetë decisive për Maran. Unë po tisha unë presidenti FSHF-s, me këto dy paraqitje që dha, do i kisha dhënë një ultimatum. Mendoj që edhe Brazimi nuk i bën më punë. Ndoshta është heret, ndoshta i ka plane më të mëdha për kombëtaren, ndoshta mund gjatë fasës përgatitore mund të japi shumë më shumë, edhe ndoshta mund të bëjë shumë më mirë, por unë mendoj që Armando Duka duhet t'i jap një ultimatum Rolando Maran, t'i thojë që ne nuk kemi një kombëtare për të bërë eksperimente, ne nuk kemi një kombëtare për të mbledhur emra, ne jemi një kombëtare që duhet t'i tregojmë kundërshtarit se ku po luan dhe me kë po luan. Nuk mund të jetë një kombëtare me kualitetet që ka, nuk mund të jetë një kombëtare e nivelit 3 ose nivelit 4. Ne kemi treguar që dim të bëjmë futboll, kemi qenë 2 herë në Europian, ishin shumë pranë botrorit, kështu që unë mendoj që Maran duhet t'japë rezultat ose të largohet. Nëse në këto dy sfida kishte një justifikim që nuk kisha kohë, moralistën e gatshme, etj, në shtator nuk ka më kohë për justifikim. Nuk mund përdorësh ti që jo po ishin pushimet e verës, dhe nuk kanë lozur. Jo po nuk kisha kohë. Shikoj, studioj, ora është puna jote o vlla. Gjej mënyrë, nuk ka rëndësi, a ke marrë përsipër këtë punë. Gjej mundësit, gjej mënyrën, zbato taktikat, gjej ato çelësin që i duhet këtij ekipi. Si mund të funksionojë më mirë? Në shtator ke përballë Bielorusin, një ekip që dikur edhe na ka mundur, sot me ndeshjet që ne kemi bërë, edhe në kualifikuesit e mëparshme, tregojmë që ne mund t'i mundim lehtësisht. Kemi me San Marinon, kemi me Finlandën dhe pastaj prapë me San Marinon. Pra, brenda 2 javëve kemi 4 sfida të rëndësishme, në letër kundërshtar të lehtë, në praktik mos të na kthehen në gogol, mos të na kthehen në sfida që na bëjnë skandal para syve të gjithë botës. Sepse një rezultat i tillë me Luksemburgun, nëse do ishte i njëjtë edhe me San Marinon, nuk e di se qa epiteti mund t'i vendosim. Nuk e di, është një gjë shumë e vështirë për të përtypur. Po, të shohim. Mbetet për të parë patjetër, po një ekip që pretendonte që shkonte në botror, në botrorin historik, që o ishte mundësia për të shkuar në botror me 48 ekipe, pikërisht. Po me këtë paraqitje si do shkohet në botror?
Jo, me këtë paraqitje kam përshtypjen që jo Luksemburgu, po edhe San Marino do na kishte mundur. Por e kanë vazhduar thirrjet Silvinio ktheu se bëm shaka. Kjo është e vërtet. Ashtu është e vërtet. Tani e kritikuam, mbaroi epoka e tij, bëri goxha mirë me të mirat e të këqijat e tij. Ama duhet shohim përpara, duhet përmirësojmë, nuk ka më kohë për justifikime. Na mjafton kjo humbje e rënd me Luksemburgun. Të njëjtën gjë i ndodhi edhe Gianni De Biasit, i cili në sfidën përballë Luksemburgut humbi 2-1. Urojmë që në aspektin siç na çoi ai në Europian, për herë të parë. Po për herë të parë patjetër, edhe me Maran të kemi një reflektim dhe të vazhdojmë përpara në hapat e duhur. Le të shpresojmë. Edhe pa kur na ndajnë edhe nga botrori tani. Po. Atëherë. Sa mendimi ke për këtë botror? Kush mendon ti se mund të jetë, ku diun, skuadra më rrezikshme le të themi? Tani ky botror i ka gjitha mix. Mendoj se do ketë surprizat, do ketë golat, do ketë spektakël. Problemi vetëm për ne europianët është çështja e orarit, që janë pak ndeshje të vona, po për një futboll dashës nuk orari duhet ngjelet thjesht një numër. Ka shumë favorit, ka shumë ekip cilat janë favorit. Spektakël pritet nga Franca, pritet nga Anglia, pritet nga Portugalia, pritet nga Argentina, nga Brazili e tjera me radhë. Po. Nuk e dim, mund të kemi edhe dështimet. Le të shohim, mendoj unë, grupet i marrin me radhë. Po, grupi A. Grupi A është Meksika, Afrika e Jugut, që do të ndeshje hapse, dhe Çekia. Korea e Jugut edhe Çekia. Në ndeshjen e parë, si mendon se do dali? Po për vetë faktin që Meksika është vend pritës, besoj se mund të kemi një fitore të Meksikës. Ne parashikim rezultat sakt. Po besoj 2-1. Unë mendoj që do ishte 1-0 për Meksikën. Edhe ti jetë tek fitoria e Meksikës. Kam përshtypjen nga që Afrika e Jugut është një vend shumë i nxehtë dhe futbolli në Amerikë është më si të themi, më i qetë si futboll. Ata akoma i thon soccer. Kam përshtypjen që Meksika ka një ekip që don futbollin, ka një ekip që luajnë me pasion, jo se Afrika e Jugut nuk e ka. Por kam përshtypjen që Meksika si vend pritës do bëj maksimumin, nuk do pësoj, edhe do shënoj. Besoj se do kemi një ndeshje goxha të mirë, si ndeshje hapse, ajo mbetet për të parë tani. Mendon se do ketë ndonjë surprizë te ky grup, kush mendon që kalon më tej? Jam për Afrikën e Jugut dhe Meksikën. Afrika e Jugut dhe Meksika. Unë të them drejtë mendoj Korea e Jugut dhe Meksika. Okej. Jam më shumë për Korenë e Jugut, ka një futboll të shpejtë, taktik, luan me krahët shumë, është një futboll interesant i tyre. Po, dhe Heung-min Son është vërtet, edhe është një talent. Po fakti që iku në Amerikë në moshën 30-31 vjeçare, mendoj që ishte shumë herët që të shkonte ndoshta në Amerikën e Largët, por mund të shërbej për pjesën që ai është mësuar me terrenin atje. Kjo është vërtet. Ku zhvillohet botrori. Grupi B: Kanada, Bosnia-Hercegovina, Katari dhe Zvicra. Këtu mendoj se për vetë faktin si u kualifikua në këtë botror duke lënë jashtë Italinë e madhe, Bosnia mendoj që do i kaloj grupet së bashku me Zvicrën. Kam përshtypjen Kanadaja do lej jashtë Zvicrën. Nuk është mos Zvicra që ka qenë. Një fort? Nuk është mos Zvicra që ka qenë, po ndryshohen brezat. Zvicra nuk e ka mos skuadrën që kishte. Nuk është më Gjerdan Shaqiri. Shiko, ka edhe diçka, mos harrojmë që 8 vendet e treta kanë sërish mundësinë për kualifikim. Po flasim, gjithsesi ne po flasim për 2 vendet e para. 2 vendet e para. Po, unë nuk besoj që Zvicra do mbetet jashtë. Zvicra ka treguar që në botror duran spektakël. Mos harrojmë ndeshjen me Francën, një ndeshje fantastike. Është e vërtetë. Në botrorin në përballjen e kaluar.
Kalojmë te grupi C, është Brazil, Marok, Haiti dhe Skoci. Pak a shumë besoj se këtu mund të Bim dakord të dy. Po. Brazil, Maroku, ndoshta vendin e tretë do e merrte Skocia. Praktikisht në letër Skocia. Në letër flasim gjithmonë. Edhe nuk besoj që Haiti do jetë një surprizë e këtij grupi, është shumë grup i vështirë. Për një kombëtar si Haiti. Po. Grupi D. Amerikë, Paraguay, Australi dhe Turqi. Me qenë se Rafael Turqia e pe shohun e tifozëve turk duke shoqëruar ekipin në aeroport. Patjetër. Ishte spektakël, diçka historike. Ishte, nuk e di, mu bë mishi kokrica. është një rikthim i madh i Turqisë pas 24 vitesh që në botrorin e 2002-shit nëse s'gaboj, rikthimi botror normalisht që ata mezi e kanë pritur. Fatkeqësisht për ne si shqiptar nuk arriti të shkoj Kosova që mund të ishte në atë grup. Nuk arriti, nuk desh fati, ashtu është futbolli, 90 minuta dikush fiton dhe dikush humbet. Megjithatë në këtë grup mendoj se Amerika si vend pritos do i kaloj grupet. Jo, unë nuk e mendoj, unë mendoj vendin e parë e merr Turqia. Vendin e parë Turqia. Dhe të dytin Paraguay. Interesant, por unë prap mendoj Turqia dhe Amerika. Nuk mendoj që Amerika si vend pritës do mbetet jashtë. Asnjëri nga tre vendet pritës faktikisht nuk duhet të mbesin jashtë për faktin që i kanë tifozët aty. Janë në vendin e tyre. Po. Por të njëjtën gjë nuk e mendoja për Kanadan. Kalojmë te grupi E. Gjermani, Ishujt Karakau, Ivory Coast, pra bregu i Fildish dhe Ekuadori. Unë këtu do rrezikoj. Dhe bregu Fildish me Ekuadorin. Janë Ekuadorin vend parë, bregu Fildish në vend të dytë. Gjermania kam përshtypjen është në vend të tretë. Jo. Gjermania? Unë këtu do rrezikoj. Edhe madje do rrezikoj akoma më shumë dhe do them që Gjermania do jetë dështimi i këtij viti. Gjermania? Po. Dështimi i këtij viti është me një grup tillë është thujse pamundur që të mbetet jashtë. Po, unë mendoj që do jetë e treta në grup. O vëlla, të nxjerrit tretit bregu i Fildish dhe Ekuadori. Mos i në vlerëso skuadrat e vogla. Po nuk është në vlerësim apo, po Gjermania është Gjermani. Është emri, po a janë lojtarët? Janë edhe lojtarët, patjetër. Dhe jam dakord që i mungojnë sulmues tipik si Miroslav Klose apo winger si Marco Reus. Po prap Gjermania nuk besoj. Në miqësoren që lozi me SBA-n fitoi 2-1 vend organizator. Tani në gjykimin tim SBA-ja në nivelin e këtyre është. Gjithsesi surprizat mbeten surpriza. Grupi F. Holland, Japoni, Suedi dhe Tunizi. Shumë e vështirë kjo në fakt. Shiko, është një grup interesant, por mendoj Holland, Japoni. Holland, Japoni nuk do të shoh. Unë kam përshtypjen Suedia. Suedia, vlla, se si shkoi aty në botror me këtë formulën e re të FIFA-s, unë nuk e kuptoj se të dalësh me vendin e 4 të grupit nëse s'gaboj, në grup me Kosovën. Dhe Kosova të mbetet jashtë, dhe ti të shkosh në botror, kjo është e padrejtë. Pse? Sepse ke dalë vend parë në ligën e kombeve. Po më fal, pse i los të ndeshje tjera? E po këto rregullat janë bërë për të thyer. Po jo, pra se nuk u thyen, se po të thyeshin atëherë duhet të ishte Kosova aty, o vlla ke po super paraqitje, të takon ty, ke vajt play-off aty. Nuk e di, ama mendoj që Suedia me Hollandën do jenë kryesuese. Nuk kam të njëjtin mendim, gjithsesi mbetet për të parë. Belgjikë, Egjipt, Iran dhe Zelanda e Re. Irani besoj do jetë në botror. Me sa kam lexuar, akoma nuk kanë marrë viza. Por nuk e di tash se si do funksionoj. Besoj se është shumë vonë tani derisa po fillon. Me sa di unë, nuk ka kohë për zëvendësues, duhet të jetë Irani me mënyra apo i tjetër nga Meksika, është një variant që thonë që do zbarkojnë në Meksik për të vijuar më tej turneun. Mendoj se kjo mund të jetë mënyra. Te ky grup Egjipti, Mosalas dhe Belgjika. Po, dakord jam këtu. Ram dakord diku. Okej. Te grupi H kemi Spanjën, Cape Verde, Arabia Saudite dhe Uruguay. Ky besoj që është grupi më i vështirë. Deri më tani. Nuk e shikoj të tillë.
Nuk e shikoj, unë mendoj që Uruguay dhe Spanja kanë kapacitetet I kanë, më të larta se mos tjera. e nënvlerëso Arabinë Saudite. Nuk e nënvlerësoj pasi Arabia Saudite në botrorin e shkuar ishte ajo që mposhti Argentinën në ndeshjen përballë tyre të grupeve, po 1-0, shumë e vërtet. Po nuk besoj. Shikoj, ndonjëherë mendoj se është çështje fati, dhe ajo ishte Ama në qoftë se është i njëjti ekip që luajnë me të njëjtin zemër, me të njëjtin zell, besoj që do e kenë të vështirë edhe Uruguay edhe Spanja. absolutisht botrori ka treguar që surprizat janë të shumta në ndeshje të tilla, po nuk mendoj që do kaloj grupet si vend i parë ose i dytë, Jo. Arabia Saudite. Grupi I. Francë, Senegal, Irak dhe Norvegji. Për mendimin tim, ky është një grup më i fortë sa i paraardhës. Gjithsesi, është interesant. Franca dhe Senegali, edhe Norvegjia e Erling Haaland. Po, Erling Haaland është golashënuesi më i mirë në Europë sot për sot Po. dhe besoj që do bëj mirë këtë botror. Do shënoj, besoj në fazën e grupeve do dali golashënuesi më i mirë. Nuk i dihet, ka surpriza, por besoj që do shënoj goxha gola. Është e vështirë me një grup tillë, ke Francën përballë. Po me ke Francën, ke Senegalin dhe Irakun. Po. Unë nuk mendoj njësoj. Unë mendoj se Norvegjia maksimumin mund të dalë në vend të tretë, vendi i parë Francë, Senegal. Nuk mendoj se do ketë avancim si vendi i dytë i Norvegjisë. Po për grupin 1. Argentinë, Algjeri, Austri dhe Jordani. Kam përshtypjen që ke shumë vështirë për ta vendosur vendin e parë. Jo, vendi i parë pa diskutimi është Argentina, s'ka shumë vend ajo. Botrori i fundit për Mesin, ky besoj. Po, për Mesin dhe për të madhin dhe legjendën që e kam këtu mbrapa. Si Mr. Po, Siu. Mos harro se është edhe i madhi i Meksikës, Guillermo Ochoa. Po. Ai që shfaqet një herë në 4 vite. Ai që del një herë në 4 vite Magjistari. dhe e mban ekipin në shtëpi. Absolutisht është një ikon për vitesh e botrorit. Argentinë, Algjeri mendoj. Edhe Austrinë e shoh të fortë. E fortë është, por nuk e di. Mendoj Argentinë, Algjeri, qëndroj këtu. Edhe unë mendoj mes Algjerisë dhe Austrisë, me gjithë respektin për Jordanin. Po flasin gjithmonë në letra, se futbolli i lutur në fush është shumë ndryshe. Grupi K. Portugali, Kongo, Uzbekistan dhe Kolumbi. Shumë e vështirë, a? Jo, besoj unë bëj tifo për Portugalin dhe shpresoj që të zëjë vendin e parë. Okej. Por kam përshtypjen që Kolumbia mund të dalin edhe mund të vendoset nga golavarazhi, mendoj unë. Nuk e besoj Portugalia. Mendoj që do jetë vendi i parë i këtij grupi së bashku me Kolumbinë. Por vend tretë mbasi do ketë një betejë të fortë, madje Portugalinë jo që mendoj se do jetë vendi i parë i këtij grupi, po më lër ta them që sot Portugalia do jetë, sipas mendimit tim, finalistja e botrorit. Ky botror për Cristiano Ronaldo do jetë historik. Ky është një baftë i fortë. Presim e të shohim. Dhe grupi i fundit, grupi L, Angli, Kroaci, Ghana dhe Panama. Për mendimin tim, ky është grupi më i fortë. Është grupi më i fortë. Janë ekipe të mëdha. Janë ekipe solide. Po. Kanë treguar që krijojnë probleme, pavarësisht sidomos me ekipe të mëdha siç është Anglia. Pikërisht, jo vetëm Anglia, janë ekipe që tregojnë që pavarësisht janë të vogla në letër, në sfida janë shumë të vështira. Ja. Kroacia me Francën dhuroi një super show në sfidën e botror të shkuar. Ghana me Gjermaninë po ashtu ka bërë një super ndeshje në botrorin e shkuar. Dhe mendoj se do jetë grupi i vështirë ky. Megjithatë, Anglia ka treguar që në fazën e grupeve historikisht është ajo the big one ku merr fitore, referohet si pretendente, se që ndodh deri në fund pastaj është tjetër histori. Është ajo ku nis ajo shpreha e famshme It's coming home. It's coming home, po kur? Po kismet shohim kur të vdesin gjysmë lojtarëve, larg qoftë.
Nga mosha, gjithmonë nga mosha. Jo, unë mendoj edhe dëshiroj se unë këtë botror bëj tifo për Anglinë. Edhe doja shumë një finale Portugali-Angli. Me të thonë drejtën, finalja ideale për çdo tifoz futbolli, sidomos pasi është botrori i fundit, Argjentinë-Portugali të ishte, nuk e di, perla më e madhe e këtij botrorit. Gjithsesi, Ti po thua Argjentinë-Portugali. kam dëshirë, A ke dëshirë? por që mendoj që do jetë finalja, Okej. do jetë Portugalia dhe Franca në finale. Triumfon? Siç ma don Sakoni ta them, si tifoz i Ronaldos, Portugalia. Të shojmë. Pavarësisht se Franca ka një ekip Është i frikshëm si ekip Franca. si në mbrojtje, në mesfush, Në gjitha repartet. në sulm, Franca, shoku im, Franca luan me 3 ekipe. I ka kapacitet. kapacitetet me luajt me 3 ekipe. Gjithsesi unë mendoj, po flas edhe me tifozlik dhe kam dëshirë që nëse vjen një finale e tillë mes Portugalisë dhe Anglisë, të triumfoj Anglia dhe më në fund të vinë shtëpi ai trofe kaq i kërkuar. Tani, po mendoj të bëj një lojë. Okej, Të bëj disa pyetje, 3 deri në 5 sekonda. patjetër. Ti gja e the, por favoriti yt për botrorin. Shiko, favorit parimisht është Franca. T'jemi fair, t'jemi drejt. Në gjykimin tim, po e bëj podium, Francë, Portugali, Angli. To janë 3 venet e Francë, Angli, parë. Portugali. Okej. Cili mendon që do ishte ekipi surpriza e këtij torneu? Surpriza e këtij turneu. Mendoj se mund të jetë Maroku Okej. ose edhe Algjeria. Madje jo, kam përshtypjen se surpriza e këtij turneu do i qëndroj asaj që thash më herët, do jetë Bosnia. A mendon që Do jetë Bosnia. të dalin parashikimet e Simpsons që do dalë Portugali Meksik finale? Nuk e Se besoj. kjo do ishte super surprizë. Ajo do ishte diçka vendosur si me dorë ajo. Nuk e dihet, jo, gjithçka mund ndodh, po unë shikoj Bosnien. Po kombëtarja që zhgënjen, që nuk e kalon fazën e grupeve? Tani ne parashikimet i dham, sipas opinionit ton, po zhgënjim, nëse do kemi një surprizë, të tillë, mund të ishte Hollanda, mbase. Unë mendoj që një surprizë e tillë, jo nga Hollanda, mendoj që do ishte Spanja. Pavarësisht se i ka kualitetet, nuk jam dakord që kombëtarja spanjolle të shkojë në botror për herë të parë Po, në historinë e vet po. pa asnjë lojtar të Real Madridit. Po këtë marrë vëllat Realit. Marco Asensio. Është ekip futbollist për botror ai? Është më vëlla. Ai më shumë ka bërë gafa këtë sezon. Ore, të luash me Real Madridit në një pozicion të tillë, nuk duhet që të mbi vlerësosh veten, dhe në rastin e tij mendoj se ti duket për momentin krahasimi me Sergio Ramosin. Nuk është një Sergio Ramos. Nuk është një Sergio Ramos, ama shpirtin luftarak e ka. Po duhet një shpirt saktësie, jo luftarak në rastin e tillë. Fran Garcia. Fran Garcia nuk e besoj. Nuk e ka kapacitetin për të mbajtur krahun e ekipit Spanjës. Pastaj me vërtet Carvajal është i vjetër, është 34 vjeç që kusur, ama ka treguar që me kombëtaren Okej, Duan. te Dani Carvajal mund të bjem dakord, mund të ishte vetëm për faktin e eksperiencës. është edhe puna që jep moral lojtarëve. Po, tek çështja e eksperiencës edhe mund të ishte grumbulluar. Tek ky edhe mund të bjem dakord. Po. Ama tek tjerët nuk e shikoj një Real me futbollist që me patjetër duhet të jenë ekipit kombëtar të Spanjës. Okej.
Shumë dakord, bie deri diku këtu. Kalojmë tek disa pyetje rrufe. Okej, më thuaj. Cili mendon se është favoriti kryesor për këtë botëror? Pavarësisht se ti parashikimin e dha e paga shumë. Po tash do flas pa tifozlik. Okej, po, pa tifozlik. Se me tifozlik unë e thash që Portugalia është në finale. Me futbollin që ka sot, siç ta thash edhe më përpara, Franca ka 3 ekipe. Franca. Edhe mendoj që favoriti për këtë botëror është Franca. Skuadra më e frikshme e këtij botërori? Më e frikshme ndoshta Kroacia. Kroacia. Po, ndoshta Kroacia. Po pritë burr tani, si një Francë me 3 ekipe, ama Kroacia, Franca me 3 ekipe, ama Kroacia ka tregu në European, në 2 botëroret e shkuara, ka treguar që është një ekip që luajnë të gjithë për një qëllim. E kupto? Më kupto, domthon kanë shpirtin e grupit. Po Brazili? Brazilin nuk e shoh shumë larg. Shpresoj që Brazili të rikthehet aty ku ka qenë. Si një dashamir i futbollit, mendoj që Brazili duhet të kthehet, ama nuk e shoh shumë larg Brazilin. Zhgënjimi i mundshëm i këtij botërori? Zhgënim do ishte Anglia të skualifikohet sa kalon fazën e grupeve. Po, do ishte realisht një zhgënim. Se me ekipin që ka, larg qoftë. Surpriza më e madhe, paga shumë e thejë, ishte pjesa e Kroacisë. Po në këtë botëror në tërësi, kush ka më shumë për të humbur? Mendoj që Argentina. Kampioni në fuqi. Po. Është shumë, nuk është më e vështirë ta fitosh se sa ta mbrosh titullin kampion. Është shumë më e vështirë. Besoj që Messi me shok do bëjnë maksimumin për ta mbrojtur titullin kampion, po kam përshtypjen që do ta kenë shumë të vështirë. Është një botëror me shumë surpriza dhe kam përshtypjen që Argentina do e ketë shumë vështirë. Shumë vështirë, nuk e shoh as në gjysmëfinale. As në gjysmëfinale. Nuk e shoh. Po ndërsi mendon i mungon Italia këtij botërori? Jemi mësuar ta shohim atë Italinë duke kalu fazën e grupeve me vështirësi. Që bënte një fazë grupesh ku dion shumë të keqe, një performancë shumë të keqe, dhe në moment që kalonte fazën e grupeve ndronte praf, dhe ishte ajo Itali që fitonte. Mendoj që një skuadër si Italia i mungon botrorit. Jo me lojtar që ka sot, për emrin që ka. Po flasim me ato lojtar që ka sot. Për emrin që ka i mungon. Me kualitetet që ka, nuk mendoj që do bënte ne gjë të madhe. Italia është jashtë sepse ka merituar të jetë jashtë. Po. Edhe kështu që nuk mendoj që do bënte ne diferencë të madhe. Mbetet për të parë, është një botëror i gjatë me shumë klube, me shumë sfida, priten surpriza. Botërori ka treguar gjithmonë që yjet pa dukshëm dalin pa në skenë dhe bëhen objektiva kryesor të merkatos. Gola, spektakël, diskutime, debate ka pasur gjithmonë. Megjithatë, presim e të shohim. Po, besoj se gjëja më e mirë është që të presim dhe të shohim finalen e shumë pritur Portugali-Argentinë. Portugali-Argentina. Do ishte ëndra e çdo futboll dashësi në gjithë botën. Është pro Messit kundra Messit, pro Ronaldos kundra Ronaldos, kam përshtypjen që do ishte finalja ideale për të gjithë historinë e futbollit, jo vetëm për epokën tonë. Po mirë mos e po na këmbgul shumë tek Portugalia tani. Që do ta bëj pak më të vështirë pjesën. Më thuaj. Kush do jenë top 5 dështimet e këtij botërori? Nuk po dalëm me 1, po me 5. Top 5. Edhe pse dështime? Se dështime mund të jesh fazë grupesh, pritshmëri të larta etj etj. Dështimi
siç e thash, Anglia nëse nuk e kalon fazën, nëse kalon fazën e grupeve, dhe nuk vazhdon dot më tej, kam përshtypjen që do ishte dështim për faktin se ka kualitete shumë të mëdha dhe nuk po bën dot. Dështim tjetër Brazilin, se ndoshta nuk ka kualitetet e më përparshme, po është emri vëlla. Brazili është Brazili. Qofta se Brazili nuk shkon të paktën çerek finale, do ishte dështim total. Dështim tjetër, atëherë edhe ku diun Kroacia, pavarësisht se e shoh të fortë, e shoh një ekip solid. Kroacia nëse nuk shkon në gjysmëfinale, shumë larg o burr, po e çon këtë Kroacin. Por ke shumë ekipe të tjera të forta përballë. Belgjika s'ka ekip. Belgjika për mendimin tim do jetë dështimi i katërt, pasi e mendoj si Anglin nuk e kalon për te fazës së grupit. Do të kalon fazën e grupeve, dhe nuk ecën më tutje. Nuk e shikoj në një mënyrë, jo. Belgjika ka një grup goxha të mirë. Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne. Prezjarti i Belgjikës besoj që edhe ti bjen dakord që i ka ardhur fundi. Prezjarti i Belgjikës i ka ardhur fundi. Tani ata janë një ekip që lozin në grup dhe jo individualist. Nuk janë në ekip që kanë lojtar të kanë njës në ekip. Shiko. Si që ka për shembull Portugalia. Dakord ka Cristiano Ronaldo me të mirat e të këqijat e veta që të zgjidh punë po edhe të prish punë, të nxjerr nga situata, por edhe nuk të nxjerr nga situata. Ka edhe si Rafael Leao që e pe shumë mirë tek miqësoria që humbi të ruan në një miqësore. Imagjinoni një ndeshje. Po nëse do ishte një ndeshje decisive, të lënë balt një lojtar i tillë. Pastaj për Ronaldon, ti e mamen çka ka thon Ferguson i famshëm? Po patjetër, është tjetër kohë. Ronaldo nuk është më 27 vjeç. Ama luan si një tillë. Përpiqet. Luan, vrapon, luan. Po përpiqet se tani, po përpiqet se janë në Arabin Saudita valla, nuk janë në kampionatet më të forta, nuk janë në Angli, nuk janë në Spanjë, në Europë. Ama prezenca e Ronaldos në fush i bën mbrojtësit të trembën. Nuk besoj se ka të njëjtin ndikim. Shiko, është sulmues që shënon. Unë mendoj që Portugalia më shumë e ka tek pjesa e grupit, nëse do të eci përpara, sesa tek pjesa e individualitetit. Individualiteti do i sjell shumë dështim. Ai trajneri i saj duhet t'i uli çik hundën Leao Spari, që shenja dhe para i dha. I ka dhënë edhe më para me Milanin. Po. Këtu bjem dakord të dy. Dhe Ronaldo duhet të jetë përkurajo për ekipin, të bëjë maksimumin e tij, që shty përpara, po larg egoizmit. Pastaj unë mendoj që mes fusha e Portugalisë është lart. Me Vitinha dhe Joao Neves. Edhe Bruno Fernandes. Po këto të dy i përmenda, po si kanë fituar dhe Champions League-ën. Absolutisht. Vitinha njëherë nuk e di, domethënë, fluturon në fush, ka një qetësi të skajshme. Është shumë i qetë. Edhe i pesti? Atëherë i pesti doshta Hollanda. Po. Nëse? Hollanda, pavarësisht se mendoj që mund të kaloj fazën e grupeve, nuk e shikon shumë larg. Edhe Hollanda nuk e shoh shumë larg. Nuk e di, edhe nëse ky botror nuk do të jetë ndoshta më i bukuri për shkak të shtimit të ekipeve. Tani të themi drejtën, disa ekipe që mbase edhe nuk e meritojnë. Nuk e meritojnë në aspektin që ka ekipe të tjera, po me gjithë respektin patjetër. Pasi ka ekipe të tjera që mbase kanë bërë lojë më të bukur, më të fortë etj etj, ndoshta se prap na dhem mungesa e Kosovës dhe e Shqipërisë, po shohim që shkon Kepi Gjelbër, shkon Uzbekistani dhe mos shkoj të paktën njëra nga kombëtarët tonë. Dyja ose është edhe Polonia. Është pak e dhimbshme edhe Ukraina po ashtu, pra janë ekipe të forta. Edhe nëse ky botror nuk do të jetë më i bukur i mbase i gjithë kohrave, kam përshtypjen se do jetë i pamëshirshëm. Këtë përshtypje kam edhe unë, do ketë surprizat pafund,
ama mendoj që skuadrat e mëdhaja, kur them skuadrat e mëdhaja, Angli, Francë, Gjermani, Portugali, Argentinë, nuk do kenë mëshirë për çunë gola. Kam besim plot që do jetë botrori më shumë gola në historinë e botrorit deri në këtë moment. Se si do shkoj ky, na mbetet për të parë dhe bashkë e mbyllim këtu të episodit e dytë të Offside. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të na bëni subscribe në YouTube dhe të na ndiqni në kanalet tona në rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe TikTok. Faleminderit, mirupafshim.